ke dalë. Atëherë duhet i themi disa gjëra hapur, unë kam qenë i pari që kam nisur këtë protestë, kam bërë thirrje sepse kam kuptuar që diçka e pisët dhe diçka e keqe po luhet për këtë qytet. Në fakt, unë vi nga një fshat këtu edhe më vjen shumë keq që nuk po shkoj asnjë nga Maliqi. Duhet të zgjatem pak sepse kam shumë vërtet. Është e çuditshme se kush e ka hedhur ose kush e ka nxjerrë nga goja shkrirjen e Bashkisë Maliq dhe kush e ka firmosur, pra dua të di se cila është ajo dorë që ka firmosur shkrirjen e këtij qyteti dhe jo të kësaj godine, sepse kjo fundit është një godinë, por qyteti është ai që do shkrihet dhe këtu nuk do ketë me asnjë funksion, nuk do ketë me asnjë kafene, asnjë furbuke, dhe këtu do ngelet një xhep dhe nuk do ketë me asnjë që do kalojnë. Pra, jemi një bashki e madhe me 81 fshatra, me 31.000 banor dhe kemi një shtrirje shumë të madhe. Pra, jemi nga bashkit më të mëdha që ne mund të quheshim shumë mirë një bashki bujqësore, sepse territoria është një fushë dhe ne nuk kemi se si mund të bashkojmë me Korçën. Ne nuk kemi asnjë problem me Korçën, por Korça mund të jetë e fokusuar tek turizmi dhe ne tek bujqësia. Unë jam shumë i zhgënjur sot me administratën dhe ndihem shumë i tradhtuar. Unë nuk kam frikë të them gjëra siç janë, ndihem i tradhtuar nga të gjithë kolegët, sepse sot më duket sikur jam shitur nga ata, por unë do të luftoj për ata, do të jem këtu, edhe kur të kaloj këtu në Maliq do kaloj me kokën lart edhe Të duket sikur je shitur edhe nga kryetari i bashkisë, kryetari i partisë dhe 6 deputetët e tjerë të Partisë Socialiste. Në fakt unë edhe në postimet e mia i kam bërë thirrje të gjithë deputetëve, qoftë ai që ka marrë një votë, që ka përgjegjësi dhe nuk duhet të votojë shkrirjen në parlament të Bashkisë Maliq. Faleminderit.